dua të ndaj me ju një fragment shumë shkurtër. Ajo studioja shtetit, ishte në mes të atyre rrugëve të ndërtuara, sallave të ngritura, pianove të intonuara, dhe vendosi papritur që të vinte në Shqipëri, si këngëtarja e parë lirike, Lola Gjoka si pianistja e parë në Shqipëri, të ndërtoni rrugët këto të dy zonja të nderuara vetë, të ngrinin sallën nga fillimi, të ngrinin, të intononin piano, të sillnin pianon e parë. Pra për ne si brezi tret, le të themi, të artistëve, është vërtet një detyrim omazhi që duhet i bëjmë dhe gjithë punës së kësaj artiste të madhe në gurin themel që ka vënë pikërisht në artin shqiptar. Dhe përballë gjatë gjithë kohës kisha zotin Eno Koço, djalin e vetëm të Tefta Tashkës, dhe ishte vërtet mishi kokër, isha shumë emocionuar që vazhdimisht interpretoja dhe shikoja sytë e tij që e ndiqnin.